Kryesocialisti Edi Rama mblodhi në Pallatin e Brigadave ekipin e deputetëve dhe kandidatëve të 11 majit. Për kryeministrin, një fitore e thellë si ajo e 11 majit me plot 83 mandate është një bare stërmadhe. Rama tha se me këtë mandat 4 vitet që vinë kthehen në provën më të madhe të karakterit dhe dashurisë për të ngjitur Shqipërinë 2030 në majën ku qëndron shtëpia e Bashkimit Evropian. Do ta përdorim fuqinë e jashtëzakonshme të mandatit 4 në radhë parë si një fuqi të madhe vetkorrigjuese. Jemi ngjitur aq lart sa askush nuk e ka besuar. Dhe duke u përpjekur të reflektoj për pse ndesinë e kësaj ngjitje, unë besoj se mbi të gjitha kjo ka ndodhur sepse kemi arritur të nxjerrim më shumë nga vetja pas çdo fitoreje. Ne e dim si 1 dhe 1 që bëjnë 2, sa më shumë të vetkorrigjohemi ne, aq më shumë do përmirësohet Shqipëria. Do të përfitojnë shqiptarët dhe do garantohet antarësimi ynë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj akuzave të opozitës dhe Sali Berishës për vjedhjen e zgjedhjeve. Ai komentoi akuzat e opozitës për vjedhjen e zgjedhjeve përmes blerjes së votave, presionit të administratës apo edhe skemave si treni bullgar. Universi i tyre paralel është mbushur me thas, rreshtë zeza që derdhin nga do shiun e votave të vjedhura, zarfa votash që mësyn nga të 4 anët si tufa zogj prej letre, lëshuar vrik nga folet e patronazhistëve tani më jo vetëm në Shqipëri, po mbar botën, trena bullgar që përshkojnë malet dhe luginat e Shqipërisë për t'i xhiruar fletë të votimit dhe shumë fishuar votat e regjimit, vargmalet mbjella me kanabis që lulëzojnë me bekimin e partisë shtet dhe me licencat imagjinare të shtetit parti, kuptohet 1 gram 1 vot, 10 deputet dhe deputete të rinj dhe të reja këtu që kanë dalë nga shpellat e krimit me mandate të grabitura përmes terrorit elektoral të bandave më të rrezikshme të planetit tonë. E vërteta është që ne s'kemi asnjë zhgënjim këtu. Avazi është i njëjti, fiks siç e kemi ditur dhe siç e prisnim dhe siç e paremërova unë me precizionin e atij që tregon një film që e ka parë 10 herë. Rama ka paralajmëruar lëvizje në udhëheqjen e Partisë Socialiste dhe në qeveri, ndërsa ka folur përpara ekipit të tij duke u ndalur tek 3 porosi që ai ka quajtur me rëndësi për realizimin e objektivave në mandatin e 4.